Qysh na ka kriju Zoti neve njerëzve, na mushet shtëpia me melaçe, na mushet oborri me melaçe, mushet toka Zotit ka toni shehri, mushet dyja me melaçe dhe ne nuk i shoh. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu an. O Zot, ti je fals, bujar, e don falje, falem. E mos me na lejuj madhe Zot, mos me lejuj të zemrat tona me vdek prej gjinaheve. Dhe pyetja e tretë këtë bëj me shenjat e natës së Kadrit. Shenjat e natës së Kadrit. Ato që ceket janë ndëruar janë disa prej tyre. Ku ajo natë është e qetë, natë në cilën bjen edhe shi, apo riga shiu, natën të cilën dielli të nesërmen lindë i butë, pa rreze. Kanë thonë dhe qatë nuk lehin natën, apo lehin shumë pak. Subhanallah. Subhanallah. Qysh të nga kriju Zoti neve njerëzve, na mushet shtëpia me melaçe, na mushet oborri me melaçe, mushet toka Zotit ka toni shehri, mushet dyja me melaçe dhe ne nuk i shoh. Sepse të pamërit e njerëzve është të kufizuar. Për ndryshe po t'i shumë pa melaçet, tjetër mahabet i shkoni njerëzve. Ajo që është rëndësishme i motër, për çdo natë, të mundohem të falem atë sa na lehtëson Zoti për pas taravive. Të rrim sejdë si gjatë, e të lusim Allahun me na falë. Siç ka thënë Aisha radiallahu anha, kur ka pyetur pejgamberin, ja Rasulallah, nëse e zë natën e Kadrit, çka do të më thonë? Pra nëse mërmenja mu që është natë e Kadrit, ka thonë thuaj, Allahumma, innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je fals, bujar, e don faljen, falë mua. Lutë Allah me na falë, me të falë, me të bë prej të amnestuarve nga zjarmi i xhenemit. Lutë Allahun me qenë razi, i kënaqur me ty, me familjen tu. Me lutë Allahun me thellësinë e zemrës, me na rujt këtë iman, me na forcu këtë iman, me na përmirësue raportet tona me Allah, me na rujt gjallërinë e imanit në zemrat tona, me na iman në zemrat e gjalla, e mos me na lejuj madhe Zot, mos me lejuj të zemrat tona me vdek prej gjinaheve. Me lutë Allahun me na mundësu me jetu si musliman, me vdek si musliman, me faqe të barë për dalë për kësaj dënje.